atmosfera në shtëpi u elektrizua në mënyrë të menjëhershëm. Një debat që nisi me tone të ngritura u kthye në një përplasje të fortë mes Juela dhe Gerta, duke lënë të gjithë banorët e tjerë të shtangur. Gjithçka filloi pas një diskutimi për strategjitë e lojës. Juela, e tensionuar dhe e bindur se Gerta po vepronte pas shpine, u ngrit në këmbë dhe me zë të lartë tha: "Sa të jem unë këtu, ti s'ke me pa ditë. Unë do të nxjerr jashtë." Fjalët ranë si bombë në mes të dhomës së ndenjes. Heshtja zgjati vetëm disa sekonda, sepse reagimi i Gertës ishte i menjëhershëm. Ajo u kthye me një shprehje të ashpër në fytyrë dhe, pa e ulur tonin, i u përgjigj: "Mos më kërceno mua. Ti je femër debile." Kjo fjali e fundit e ndezi situatën edhe më shumë. Juela u afrua disa hapa përpara, me duart që i dridheshin nga nervozizmi, ndërsa banorët e tjerë u përpoqin t'i qetësonin. Tensioni ishte i dukshëm, zërat u ngritën, akuzat filluan të hidhen njëra pas tjetrës. Juela akuzoi Gertën për manipulim dhe për lojë të dy fish, duke pretenduar se ajo përpiqej të krijonte aleanca të fshehta dhe të dëmtonte të tjerët. Sipas saj, Gerta ishte e rrezikshme në lojë sepse dinte të maskonte qëllimet e saj. Gerta, nga ana tjetër, nuk qëndroi në heshtje. Ajo e akuzoi Juelën për xhelozi dhe për frikë nga konkurrenca. "Ti e di shumë mirë pse je nervoze," tha ajo me ironi, "sepse e sheh që loja po të del nga duart." Debati u kthye në një duel verbal, ku të dyja përdorën tone të forta dhe fjalë që prekën kufirin e ofendimit. Banorët e tjerë u ndanë në dy kampe, disa përpiqeshin të mbanin Juelën, të tjerë i kërkonin Gertës të qetësohej. Në një moment, situata u bë aq e tensionuar sa u duk sikur përplasja mund të shkonte përtej fjalëve, por ndërhyrja e menjëhershme e banorëve të tjerë dhe thirrjet për qetësi e ndalën eskalimin. Pas debatit, shtëpia mbeti e ndarë. Juela u tërhoq në një cet, duke qarë dhe duke shprehur shkënjimin e saj. Ajo tha se ndihej e tradhtuar dhe e sulmuar padrejtësisht. Gerta, nga ana tjetër, u shfaqe fort para të tjerëve, por në biseda private pranoi se fjalët e saj kishin dalë nga nervat. Kjo përplasje e ashpër ndryshoi dinamikën e lojës. Aleancat u rishikuan, besimet u lëkundën dhe tensioni në shtëpi u rrit. Debati mes Juelës dhe Gertës nuk ishte thjesht një grindje momentale, ishte një pikë kthese që pritet të ndikojë në javët në vijim. Në një format ku emocionet janë të forta dhe presioni i izolimit është i vazhdueshëm, shpërthime të tilla janë pothuajse të pashmangshme. Por mënyra si banorët i përballojnë ato, shpesh përcakton fatin e tyre në lojë. Tani mbetet për t'u parë, a do të arrijnë Juela dhe Gerta të gjejnë një mënyrë për të bashkëjetuar, apo kjo përplasje do të thellojë edhe më shumë ndarjen mes tyre. Një gjë është e sigurt, shtëpia nuk do të jetë më e njëjtë pas kësaj nate.